Se shumë më larkë se të gjithë ju. Dhe Bojkeni më duhet. Shpisi me vdesin për atë. Motrat po ashtu. Ç'do ti me bi? Se më shumë e shikon ti se sa. Po sikur Sara dhe Bojkeni t'lidhen. Ajo do ishte ideale. Sepse tani që familja Kryseles po hetohet nga spaku, ajo pa familjen e Bojkenit merr fund. Ti han qa fluturon me zot. Dhe ky gjadin shumë mirë të atë që vetëm të hun kapesin. Pse s'më lë? Nesër se jemi tamam bashkë. Se dua me Francin. Dua të ndahem. Qa do që të nollen se nuk i dihet jetë, unë prap të gjej se kthehem. Sara? Ajo do të çmendën ku do të shoh. Bojken, po ti si je me Sarën? Nuk jam. Një bia të vogël edhe mund ma jepi para se të fliqesha. Të lutem, më jep edhe një javë kohë derisa ta marr. E mbyllëm. Si e mbyllet? Nuk e di se qa është më keq. Fakti që më ke përdorur gjatë gjithsaj kohë, apo edhe pse e di vazhdon Ka për të të ndodhur gjë ty, Sara. E humba një vlla. Ndërkohë do humbësh Sarën që ta dish. Se po ja bë me të futme. 20.000 euro. I kam unë aq. Zjedh. Ordo? Të kuqen apo të verdhën? Ma dha nipi, para se të nisesha, e kam 3 vjeç. Të verdhën, faleminderit. Sa fytyrë të bukur paske? Po qish moj pak, të kisha në lëkurën tënde, do kisha qeshur gjithë ditën. Harrova pispelinja rrugës, po ma kërkoj vetë. E gdhiva për ta bërë. Më raft një pikë, tani hajde kur të kthehet nga Athina në këto kohë. Më prisa të marrë një kafe. Okej. Si jeni? Si jeni ju? Autobusi i Athinës digje kur niset? Po, sa iku? Tani ka shumë? Po, sa po iku? 6 minuta. Goca, qa ka makina?
Nuk e di, thjesht nuk po ndizet. Do kesh lënë baterin takuar të natë. Ja, dje fsharatën atë kam bërë, kam lënë gjithë natën. Për shpet marri kabu. Më falë, di gjë ku ndodhet ndalesa tjetër? Po, për 3 orë në Gjirokastër. Okej, faleminderit. A pike mendjes time. Shpirti mamit, po haroj mami që të bëj. Edhe pispilin edhe kaçkavallin. Ja, të marr mami për pak. Kam dhe unë të njëjtin hall. Tek ajo autobusi i Athinës që sapo iku, kam një person shumë të rëndësishëm që nëse nuk e ndaloj para se të kaloj kufirin, praktikisht e humba. Në këtë moment i kam humbur gjithë, makina sapo m'la, dhe të lutem do ma lësh mua timonin dhe kapim autobusin si thua. Po se di se makina është e motrës. Nuk ka problem, motrën e serem telefon, ta gdhim pa pengje, të lutem. Okej. Hajde. Se mos ndryshon mendje tani. Jo, thjesht po mendoj si ti them. Të vërtetën do i thuash. Po, patjetër. Shiko, Bojken, unë jam Tesa, dhe erdha për të thënë që isha te shtëpia jote për të vjedhur një USB të detyruar nga Paulin Gjoka, sepse i dashurin i ka borxh. Po, Sepse i vodhën mallin. sigurisht i pari Albani që merret me këtë punë. Ti do i thuash të vërtetën siç është, në fundit ti je viktima në këtë mes. Dhe ti s'di gjë? Nuk e dija. Okej, po ti e di që po fola unë do ta vrasin apo? Do e vrasin dhe për mos të flasësh fare. Nuk është ndorën tënde do i thuash apo jo Petritit. Pastaj, mos harro që kemi akses tek djali një rytm më të fuqishëm në vend, që do s'do e bëj diçka për veten e vet në fundit. Okej. Hajde ja themi. Një sekund, banjo. Një sekund. Alo? Alo, jam Tesa. Ku je se ti kam rënë 100 herë telefonin? Më prish telefoni. Endi zhdukur. Me vërtet? Me gjithë djatin. Ndoshta ka pas frikë se mos e denoncojmë. Kalova nga shtëpia e mora në telefon as një shenjë jete. Varja Endit. Ti a do akoma ta bëjmë atë planin ton? Po ai s'është. Mendoja mos ndoshta ka shkuar në Spanjë se aty ka bërë shkollën, ose Madrid, ose Valencia. Nejse se s'na duhet Endi. Më jep lekët që Pegje do më jepje. Ato. Vetëm the. E di, po thjesht ndonjëherë më flet goja përpara mendjes. Jess, më dëgjo. Jam 10 minuta larg nga takimi i Sarës me Bojkenin. Nëse ti më jep lekët, unë do bëj të pamundurën që ata të bëhen bashkë. Në të kundërt nuk lodhem kot. Po, më lër pak kot mendohem. Tesa? Një sekond, zemra, se jam akoma këtu. Jess, të lutem se nuk kam kohë. Do akoma që të bëjmë Sarën dhe Bojkenin bashkë, apo do të rikthejë Krisela aty ku ishte? Okej. Më dërgoj një foto të Sarës me Bojkenin. Edhe lekët i ke nesër. Okej, të dua. Ciao. Hajde, zemra.
Na ishte një herë një tigër mizor shekani, I cili sulmonte fshanin pranë xhunglës. Motra, do zbesesh pak poshtë thuash? Na merr iPadin tim. Hej, Kris, zemër, çfarë surprize. Si e Linda? Mirë, ja, me zi po presim që të kthehemi, u çmendëm. Të pim një kafe bashkë. Si je ti? Mirë. Mirë apo? Dëgjoj. Po. Doja të ta thoja që tani pa ardhur që mos ju bjerë kështu si papritur. Unë nuk jam me Bojkenin. Që thua, moj? Akoma nuk e fjetur ty? Ku e gjete padin unë ta fsheha? Ma dha Krishti të vetëm. Fike lojën tani, Bylla? Qo me mamin. Do lash dhëmbët edhe shpejt në krevat. Lutem se nuk dua të mendosh që po viktimizohem. Në asnjë mënyrë. Dëgjoj, unë dy llafe do t'ja them atij, po ti e di që nuk e ngacmoj shumë. Se është edhe normali që të zaurohet lidhja. Nuk e zaurohet lidhja vetëm në një ditë, zemër. Por ai është budalla lepsur ande nga Londra, se nuk ka mundësi. Teta Linda, të lutem, nuk dua t'i flasësh në emrin tim sepse nuk të mora për t'u qarë, më beso. Kam respekt për ju, ndaj doja t'ja u thoja vetë. Je bindur ti që ai këtë gocë nuk e njihte më parë. Jo, asnjëherë, vetëm atë ditë. Gjithsesi është vendimi I ti. Zemër, si kur Bojkeni të dinte të merrte vendime, ai tani do t'ishte duke drejtuar kompaninë vetëm mes nesh këtë. Po ti mos më mërzit fare, ha? Shpirt, ndodh që ndodh, të se kemi ndorë, po ne të kemi si vajzën tonë. Oke? Faleminderit. Edhe unë ju dua shumë. Rrugë të mbarë. Mirë të gjeta. Ciao. Se nuk më thej që je ndarë nga Bojkeni. Se nuk e pash të arsyeshme. Nuk është Linda mamaja jote. Aq më pak ti e dha. Mund t'ikësh tani se do fle? Po ju. Ta solla. Dhe nuk është ashtu siç mendon ti. Që kemi? Hajde një brenda. Më falë se është pak rëmuj, po nga që do vinë shtëpisë pas nesër edhe po paketoj. Qa ka? T'ja them unë? Bojken, para se të ndodhë në gjë edhe shoqërisht mes nesh, doja që di arsyen e vërtet sepse erdhëm tek shtëpia. Më lër t'ja shpjegoj unë. Më mirë. Vetëm një sekond. Pak alkool sa frenzemje. Duhet që ca? Ato e vendos ti. Qa do që tjetë? Rëndësi ka që të pash ftyrën.
Doni? Ja. Okej, ulluni. Okej. Jam gati. Parantez. Çfarë do lloj gjë që do të dëgjosh tani? Sara ka qenë komplet jashtë historisë. Okej. Emri im është Tesa njerë, jo Roberta. Dua që të dish që ne në shtëpinë tënde nuk është se ishtim për fest. Ne ishim për lek. Të thash mos shif nga Sara, se aq sa di ti tani di dhe ajo. Çështja është se un kam shumë probleme financiare në familje dhe po e ndaja një ditë me Johanin në Instagram. Ai po më thoshte që un mund ta rregulloj këtë gjë sepse xhaxha im është kshu edhe më ftoi. Më fal, tulem pak? Nëse ke nevojë për ndihmën, thuash mua. Jo, prit. Se nuk doli tamam ashtu siç mendova unë. Unë erdha tek ju. Mora në qafë dhe Sarën se normalisht nuk donte të vinte se nuk ju njifte. Derisa kuptova që Johani kishte qëllime të tjera ndaj meje. Që është mashkull në fundit. Dhe nuk ka faj. Filloi duke u bërë i bezdisshëm. Unë ja thash këtë dhe ajo mërzit. Pastaj më tha, nëse ti nuk ke ardhur këtu për këtë punë, atëherë për çfarë vlen ti? Johani i tha këtë? Po, dhe nuk po ju besoja dot veshve. Unë s'kisha me këtë ndaja sepse ju i ikët. Testa, pse po flasim për Johanin e? Sepse nuk isha aty ti, Sara. Nejse. Isha vetëm. U zura ngushtë dhe thash tecja deri poshtë, ndoshta gjej diçka tjetër. M'fal, e shef të si hije këtu? Po. Ma bërë Johani. Seriozisht e ke ti? Më kishte ndjekur nga mbrapa, unë se kisha vënë re derisa u afër pyllit. M'fal se e kam pak vështirë. Qa ndodhi të pylli? Filloi duke thritur, ku ikën ti si ajdu dhe poshtrim pas poshtrimit domethënë. Tesa! Sara, isha aty ti nuk ishe, të lutem shumë lart vazhdoj. Edhe i thash që po iki prej teje, sepse po ndiem ciklet. Ai u tërbua dhe më kapi nga duart. Më kishte kapur fort edhe më tha që ti tani s'ke ku shkon sepse do tallesh me mua. Mbante edhe era alkol me thënë drejtën. Edhe druga saj. Ças mund kishte ai në ato momente. Më shtrëngonte aq forca që nuk e di as ku e gjete forcën njerë. Pastaj aty më preku. Fuck. Aty mi kutruri. Sepse u shpërfytyrua. Dhe vetmja gjë që mbaj mend është që i rash me shqelm dhe si duket ka gjetur diçka aty afër, edhe më ka goditur këtu. E vërtet e keti? Bo, kjo si duran fare këto situata. Vetëm fal një sekund. Sara! Sara! Ti nuk e dorën? Nuk kam qa bëj. Shpresoj që Albani ta vlerësoj një ditë se sa njerëz po mbet prej ti. Jeni okej? Po të lutem, vetëm 5 minuta. Po t'gja pak. Sara! Më beso që ky ishte versioni më i mirë që mund gjeja për momentin. Të paktën të lash jashtë historisë. Jashtë historisë po dal vete sa. Ku iku Sara? Iku qetësohet. Është shumë e ndjeshme. S'ka fajo. Besoj që do më shokova shumë i Johani. Shiko se natyrisht nuk e justifikoj, po. Vari, alkooli, tensioni që s'ka pasur dashur, bëjmë punën e vet. Nuk ka asnjë justifikim. Do merrem vetëm atë muhabet. Jo. Do me thënë, ma lër mua ndorë, se ti e di si shkojnë këto punët me familje. Çdo prind të mbron vetin, besoj më kupton. Apo se kam edhe xhaxhajin flak të kohë. Një shkak doja që të zgjidhet me babën. Do ballafaqojmë. Po mirë, Sara do kthehet. Po tani ti e njoh se si është. Jepi pak kohë. 2 orë edhe merr vetë në telefon. Inshallah se fut kot jashtë kësaj rrate. Më fal, ata solla këtu.
Ciao. Ciao. Të lutem, ai parking është i zënë. Po. Është një banori i vendit aty. Mirë, nëse është puna ashtu mi e plek mrapsht. Endi, erdhe? Kujtove të Talia me kaq? Franz. Kopja të tetin. Sigur ta dija që të t'i jepte. Ha, Franz. Pse porositi jo kur si afare? Da. Do ta kisha vu vizën Maqebone, po mori vetë të atë së larë. Më tha shkoj herë mashia të gocë. Qa po bo, pse po rri vetëm. Doje t'i thoja Kristaq. Shikoj, kam pak me siklet me thënë drejtën se bova ki e gjetë uqimin a jende s'di gjo qa boj pastaj. Je me fatë, sonte. Je me fatë, sonte, ha. Nuk po talem. Dhe me thonë, nëse i spurdhjaku ose ja kishte math ma të pallën që ka për babë, do ishte këtu, ha? Thash që je me fatë. Ja. Shpirt e di, dhe me më folë si kur, ku nuk je. Unë thjesht po them të vërtetën. Po në qofse këshu flasin kurvat atëherë. Ka marrë malli për mu? Jo. Hajde se të vjen malli rrugës. Jo, Franz, a më dëgjon? Qa ka? Jo, a më dëgjon në përgjithësi? A e shesi qa po ndodh? A e kupton se ku dua dalë gjithë këto ditë me ty? Hajde shpirt si t'njoh, des grinde shik me vete. Jo, Franz, nuk të dua më. Asun shpirt. Shkojmë pak të dhomë? Hajde vetëm pak së të bëm për malë. Si ka tituar nga këngë që mbëhet ta kundashi? Se jetën të ndë jetova, vetës pak e që dhurova, ma ke bo mirë. Se jetën të ndë jetova, vetës pak e që dhurova, ma ke bo mirë.
Mirë ti. A je mirë. Je mirë. Shumë mirë jam. Që ndodhi? Mua mbet koti. Iku tash. S'kishe më besim të këndë, më thënë. S'kishte më kuptim. E që do bësh tani? Tani do shlyp borgjin me qatë më thonë ata. Borgjin? Do shpërndash drogë? Apo do vrisi njerëz tani? Shpirtin këto filmat e tu. Apo jetojmë në një film nëse nuk e ke kuptuar akoma, Alban. Mirë shpirtin, te ky filmi jon, unë nuk vdes. Kështu që mos e vërt mena, nuk e? Kujdesi do t'hy në qef. Mirë. Do bësh sa lek, do blesh një makinë dhe do ndjesh burr. Nuk ka lidhje me vllajin tak. Po jo se edhe Gentit kështu i thanë. Do nisësh punë si shofer të një ministër, pastaj çoje këtë pakun këtu, bëj këtë atje. Ka mundësi, të lutem, pa i Zotin mos ma fut Gentin çdo lloj muhabeti. Më fal. Më fal se kam frikë se do të mbas. Ma e pi cigare. Ke filluar edhe cigaren tani? E nez në herë kot. Po sot në peti. Okej. Me Sarën e djeva si që parashikove dhe vetë. Boj keni t'i thash që kushëriri vetë praktikisht është një pervers. Nuk është. Po e gënjeva që të mos nxjerrë historinë tënde. Ti ki lali o tani? Kur do vish? Se di. Nuk e di për sot apo për nesër? Nuk e di, po nuk e di. Okej. Shpirti. Mos u mërzit se gjitha do rregullohen. Ke shpirt? Kam jetë. Jo, unë jam shumë në Terezi, ti nuk je. Dëgjoj këtu. Ajo është prona ime, më kupton, është prona ime. Çfarë të takon ty, moj? Si moj të takon ty prona ime? Dëgjoj këtu. Me vllajin tim bëj ç'të duash, po me atë nuk ke punë. Nuk ua kam dhuruar. Ua kam bërë të qartë që në fillim kur bën dokumentat, apo harrove. Dëgjoj këtu. Dëgjoj këtu. Unë mund të jem keq në këto kohë, po kjo nuk do zgjas. Më dëgjove? Nuk ke punë me pronën time, alo? Dakord, provoje ta marrësh, po pastaj gjej vend ku të futesh, alo? Alo? Oba. Kurva e mundit. Prandaj kërkon divorcin ajo. Do i të marr vilin. Filluan jenat. Po edhe yt vëlla. Vera, si hapet kjo? Ja, se nuk e do ashtu.
E që ndodh tani? Çfarë ndodh? Ata kërkojnë t'i konfiskojnë të gjithë. Edhe llogaritja ngrirë. Kemi ca kesh për këtë kohë. Do të zgjidhim. Do flas njerë me Petritin. Vjen nesër. Kristela është ndarë nga Bojkeni. Pse? Jam ndarë si që ndaj njerëzit. Jo prej meje. Nuk po marrë vesh që ndodh më. Po shkoj të takoj njerë Zefin. Mora veshja i ka miqësi me të shefin e Spakut. Mbase na zgjidhje. Gjë që e dyshoj. Ti se ruan fare, ë? Po çfarë të bëj? S'kam gjëndor. Kris, e do bukën me avokato? Okej. Ua. Shiko ku shen ka kthyer. Pse nuk shkon t'i kërkosh një dorë lek këti? Të paktën për botoksin. Me zor po pres momentin që ti të bëhesh nën edhe ta kuptosh se si ndihem unë që ti vazhdon akoma të më dënosh. Tani do isha në Amerikë, ma. Po prej te jam tu dhe gjë muhabete kunata që vjedhin vila dhe dashnorve tu kriminel, që një zot e disiri për të rijen. Pol, Kristela. Edhe me qëra fjalla. Qfar do lloj nëne të bëhem, lajt qoftë bëhem si ti. Kris. Qes në dhe grillen. O gjesi, më dhe pak. Qa ka një të po? Dua që ti kësh shëktej. Ku e gjithë atë? Gjesi, ule armin poshtë? E babit. Është plot. Të në grillin të shanë në shpirë. Franz, ik. O qjarë. O, sot i ma ti idiote. Gjesi, ule armin thash. Ik ose do qëlloj. Shpirt, ma he parme se po shket dora po bënë i budalli. Nuk më rëshket nga dora se kam që 13 vjetë që qëlloj. Di ma ke thënë. Po t'lute ma he parme. Të në gjëna me zarë, ma e mu? Okej, mirë maje, po qa kajnë do me bo? Dua që të vishesh dhe që ti kësh prej këtej, se nuk po gjej form tjetër për të thënë që nuk të dua më. Me fëton të më thoje, shpirt. Nuk ishte nevojë për armë. Okej. Jam munduar! Unë gjira duke ta dhënë ik! Okej. Në rregull, po iki. Ma pak bluzën.
Definitivisht je çmend. Je komplet e çmend. Gjesi! Jessica! Gjesi! Jessica! Jessica! Ku është Gjesi? E bravo. Brenda e ke po mos më shemo ashtu se s'jam psikopat në këtë pjesë. Gjes! A je mirë? Hajde se Franci sa do dilte. Qa karen bani shoqe u dyja? Miru pafshim. Gjes, a je okej? Po, s'kam që. Më falë se nuk e dija që ishte Franci këtu. S'ka problem. Ti që që erdhe. Hajde. Hej, Hej, nuk të fto pasipër nga që domat nuk janë si ato që mirë ti. unë për të vjerë, edhe këtë piano, do më thënë. Dëshironi ndonjë kikirik në një gjë? Ja u marrë këtu përballë. Ti je rregullt këtu? Jo, mos u mundo. Është tezja. Do më thënë, një nga 6 tezet që kam. I vdiq buri para 6 muash, edhe fëmi nuk kanë, kështu që e ndihmoj unë ndonjëherë. Ndova se s'do merri në telefon. Ose s'do merri më prapë në telefon. Nuk e ma sharbute. Edhe pavarësisht gjithave, më bë vërtet qefi që erdhe dhe më kërkove. Kishte qenë akoma më mirë po të gjeja. Sorry, po ku mora vesh i kishte dalë me ca çuna. Shok gjimnazi, bo. Po që si shte i keqa i patoku? E ka patos. Po që të gjante. Shu, i vogël, i mbledhur. E di, gjysha ime i quan të konvikt, nga që u ndërtua për punëtorët e naftës edhe pastaj punë e ra. Do me thënë që shkon, e shfrytëzon, edhe pastaj braktis. Okej, pra, nuk të ngjaka. Bëna shumë, mor djalë, jenë Tereziti apo jo? Për fat, për fat. Në që temi lartë me më? Këte. Bëfshi qep. Mendoj se janë okej. Dëgjoj. Kjo është e vllajt tim. Është gjëja më e shtrenjtë që kam. O ta vë këtu, edhe do ta marr kur t'i kthej. Nuk e kisha vrarë. Qa të bëri? Ai asgjë. Po flas për veten. Pa ta një dëshirë kështu si për një... Si ta them... Kulm. Kulm? Nuk e ti po mendoja... që mund të ishte diçka që mund të bëja që mund të më dënonte. Te bile jeti ta dënosh vetëm për këta.
kryer disa. Fillim Kristela. Ai tjetri as ndonjë që më kërkoi falje. Ky. Ky më shef si mbajtës e Çelsash. Kristeles, asaj si e faldo. Po ty, na të kanë rrethuar njerëz që i do. Kanë vdekur para kohë nëse këto do ta quash tradhti. I Mato vetë vra kur isha vetëm 1 vjeç. Jo them për zgjalli. Jo, akoma jo. Është ndjenja më e keqe që ekziston. Mami im një ditë thjesht u zgjua dhe iku. Isha vetëm 9 vjeç. Dhe mendoja se s'kishte më keq se aq, edhe ja, ka që idiote ndodhi prapë. Nuk je idiote. Thjesht mendoj se je në rrethën e gabuar shoqërisë. Edhe u ke dhënë shumë besim. Kaq. Mami Bojkenit organizon një fest. E ka organizuar Qandi. Sara duhet t'jetë patjetër aty. Se ka ftuar edhe Kristelën. Okej. Me zi pres ta shoh se si do reagoj. Unë t'i bëjmë si Max. E sa do rish? Se di. Shkolla këtej se besoj se fillon fizikisht, pastaj unë do iki se më verë puna andej. Punon? Kamariere. Kam një tjetër teze që me burrin ka një restoran në Milos. Është një ishull. I bien shtator. Shumë muaj. Ikin. Ikin kur nuk pret. Se kur pret, zvarriten. Okej, kam një ide. Po sikur 3 deri sa të filloj vera. Pastaj vi dhe unë në Milos, që bëhet akoma më mirë. Marrim një shtëpi. Ti punon kërsa unë diqen plazh. Super ide, ha? Pok. Dëgjoj. Ja di që s'm pëlqej kjo që ta thuash ti. Kur thash tek Vila që na duhet pak kohë të kuptojmë bëjmë apo nuk bëjmë për njëri tjetrin, Nuk e kishe fjalën për 3 ditë. Qartë. Unë nuk kam se kuptoj Sara. Dua shumë ti më afërteje. Dhe 5 muaj janë shumë. nuk e i detyruar që të presësh. A të bëj një pyetje? Ti do që të ndodhe një gjë mes nesh? Do me thënë, pakom gulljet e mija dhe ndërhyrjet e tesës. Do? Tua, po. Po kam nevoj për kohë. Po jo aq sa ka të do më ngjitur. Kam nevoj për kohë. Ti vetë e ke thënë, unë qa dua e marrë. Kështu që okej, do e ka lisë durimin. Ka që kishin këta? Me sa duket. Ja fusën komplet.
Provoj po deshe. Se më kapinati mua. Të tjerë këta. Është pak hotel lirë. Nëse ke komate i natën? I bought this. Do you like it? It's cute. Matilda, let him be a boy. Too soon to be a man, don't you think? Oh, I forgot his father was born a grown man. Well, not by choice, unfortunately. Është një vajzë, Tesa, tha që ka takim me ty. Get him a few toys. Or a book, better. I wish someone bought me a book. You turned out just fine. Ja ku i ke. Tani nuk është nevoja që Albani të punoj më për ju. Kthej aty ku i ke marrë. Ka me dalë maran. E di vetëm se si mbien. A u lam bash tani? Ti ma kujton pak motën teme. 2 vjet ma madhe zonë. Kur më ngacmojshin në fshat, kur isha i vogël, edhe ka me mnimu direkt. Isha më talëshin, më thëshin djali i Martës. Atër u resha largë shpis, mësë më mpa ajo. Me ja dalë vetë. Okej, a mund t'i thuash Albani tani? Se me ndonë të më ardhë. Normal. Nashta a i donë me pështu, po për mërojtës tonë. Qoj këto ku i ke marrë. Dhe mos hinë bërgjë me asnja, që se s'ta këthen mundimi. He was 10,000 euro in debt, and he got so scared, he went hiding on a train. Do you know how the trains are in this country? I didn't know there was any train. Exactly. Oh God, it was this one horrible condition. It looked like it was about to break into pieces any minute. Hey, Miri, what happened to the guy who hid in the train? Did he ever pay back? Nuk e gjetëm se kishte vdekur nga i ftohti. Oh well. Ka të dashnoren tënde ti poshtë. Si janë gjërat poshtë supervizore? Apo ishe pushim sot? I answer to one boss only, baby.
Që po bë këtu? Po takojmë dhe ne si shokët e tu. Në përcepa. Pse erdhe? Erdha të të çliroja pra, po. Ti i lirë dukeshe. Të pash nga kamerat e Paulinit. Isha shumë i përfshirë në muhabet. Shumë i përfshirë. O, ajo është menaxhere e venit. Menaxheja e venit dhe dashnoja e stafit. Qartë. Mirë, Tesa, okej. Po te Paulini qdeshe. Që në ke qethur. Qa është kjo? Kjo është bazilik. Me diamant. Po, Tesa, me diamant është. Ja mora i shoku tim ta majca ditë. A ka mundësi të ma thush që i të bo këtu? Pa ti jepja këto që më refuzoj. Do ja çosh ti dhe ikim bashkë. Alban. Ku t'ja morë? Varja. Saj Jessicas? Po. Asaj. Se t'ja t'ja blenë shtëpi me çanta. Nuk e kam problem fare. Po mirë, kot me të pyet për kuriozitet. Si të është lysë borqin? Okej. Të... E kam menduar pak. Dyqani dhe makina mund shkojnë të 15.000 euroshi. Ndërkohë, mund gjej një punë të atelia një shoqes time dhe aty mund të marr një kredit but. As vetë se beson që a thu. Okej, po çfarë rëndësi e ka tani? A i kemi lekët. E rëndësishme është mos punosh më për këta tipa. Shpirt, unë më mirë punoj për këto, se sa të binë dorët aty në kalamajve, okej? Se këta janë burra këta. Këta janë burra të vërtet. Alban. Kërkon Paulini. Nuk e sheqesh me mua. Erdha. Shpirt. Shko që e lekët. Qa kam 10 do e paguj vetë, okej? Ti asë që ke përtiku më prej këtej. Rregull. Zgjedhja është e jote, unë nuk do të bestisnë. Këto i ke nga Paulini, për gjithë shqetësimet që të kemi sjellë. Nuk i dua. Meri se nga unë do i marrim prapa. Shpirt, a ka mundësi t'ja që është lekët? Mos linam tani. Ti kjo? Po të mbas. Do laqë. Ty të kam shpirtin. Ika. Gjoksin tima, therin më se di, krejt për Se s'vjen larti? Tani do vija. Dera plera se binde era lakës, pu. E bëj për ty dhe ti nuk ma ha. Hajde. Ti sa, qëfar ke? Asgjë. Albani suku nuk puna vjen do pa. Albani ka shkuar ke shtëpia vet. Ua, sa do i bëj qefi i Valit. Nëse te projnë mame dhe ai. Erdi Sara, so. Nuk e di, kishte mëndziti, mori çantat dhe iku furtum. I thash, ku të vish nga Greqia, më sill nga Allvasia që mëson dhe vjet. Si nga Greqia? Do ikte në Greqia jo? Po si nuk di gjë fare ti? Pa jo ikën në të gëdhirë.
Tesa, çfarë ke mam? Nuk kam asgjë bon pesi e tu se më stresove fare. Heqen mami, mos bërtit më nervi gjalli, çfarë ke më zot? Nuk po të gjykoj, mam. Po të pyes çfarë ke. Më thuaj, çfarë ke ndërmend të bësh në jetën tënde? Asgjë s'kam ndërmend të bëj. Tesa, ku po ikën? Tesa. Nuk vonohem. Ja se I kapën. Parafin? Po është plot. Mbaje pak. Po është plot. Mbaje pak. Albi, Qalli ka. kam haruar t'i jap djalit pispilin. Albi, ku je mam? Sa të marrë diko, shumë faleminderit. Okej, bëj qatë duash, më urre mos më folë më kur një jetën tënde. Thjesht shikoj pak këtë portretin këtu. Ky portreti këtu është një idiote pacip, një trape me të madhe që sakrifikoi shoqen e saj të ngushtë për të mbrojtur njerëz që as nuk duan të mbrohen. Pse çka ka ndodhur? Gocë, do ikesh tani? Do merrem vetë sa, kaq. Do ik një apo ty s'preson? Një sekondë, burr. Ndoshta nuk kemi ndarë gjitha sekretet bashk, po kemi ndarë kohën. Edhe ti e personi vetëm pas Albani me cilën dua ta ndaj gjithë kohën time. Ka e shkret. Kur iku thua një ditë? Do ikim, se e kam lënë motrën jashtë. Okej, kaq kisha. Dua të di që derën time e ketë hapur gjithmonë. Shumë faleminderit. Edhe mua më di shoqja ime vjet. Pija kafe çdo mëngjes me të. Tani kam ngel vetëm, me bunin që nuk dëgjon nga veshët. Hape derën. Tesa, prit! Do marrë të ftohti me motor duke pritur. Më qatë e boj keni? Vërtet? Nuk ndryshon ti. E zeza motor, thuaj. Hami, pse qa ka? Thash se e kishe seriozisht. Jo sot. E gdhiu gjithë natën jashtë. Makinën e kene përpara, zoti Qaushi. Faleminderit. Si e? Mirë. Unë jam Elvisi. Ku është Niko? Hemorragjit cerebrale. I sollën mua sot. Direkt për aeroport? Po. Thank you.
Ti do na çosh sot, pastaj do të të ndrojmë. Duhet të konfiskojmë makinën. Si? Paulin, si e? Optimist. Këtë ndërsirën, zdeshi që e thiri. A se kini a dalë. Për atë zot, ti si e fare në Terezi. Ke zëndi vënde parkimi. Zuna keq. Në fakt do ta them unë për ty.